Një shef i mirë është kurthi më i madh që mund të ndodhet ty. Një shef i mirë është si droga. Ti shkon, punon me rrogën tate, ndjehesh shumë mirë. Mos më keq kuptoni, nuk është që nuk duhet punoni. Çdo njeri nuk është çdo njeri i bomën për sipërmarrje, kështu që mos më keq kuptoni për këtë pjesë, po si fillim përpara se ta them atë që du me thonë, është përndarja këtë video një shoku që thotë unë kam shefin më të mirë, kam punën më të mirë, edhe nuk kam nevojë për me ndru. Ndërkohë, pse po e them unë që puna e mirë është sikur droga, është për faktin që në moment që ke një punë stabil, ke një punë fikse, je i kënaqur me rrogën që merr për momentin, ti mendon që je shumë mirë. Vetëm se kur vjen mosha 40 vjeç, 50 vjeç, ndoshta ke edhe fëmijë atëherë, duhet më plotësu dëshirat fëmijëve, duhet më plotësu dëshirat vetes, më bën ndoshta pak më tepër pushime, me ecë, më zhvillu, më rrit, më investu dhe e shef që nuk të dalin më ato lek, po të njëjtën kohë kupton edhe që nuk e ke moshën më për me investu në atë lloj formati që më thon ok, shikoj se tani mundem. Do të thotë që për këtë arsye një punë e mirë është droga më e keqe që mund të jetë për faktin se të lidh mbasi çfarë dhe dikur kupton që është shumë vonë për me ndryshu. Kështu që më komento këtu poshtë çfarë mendimi keni për këtë që sapo unë thash.